Allahu subhanahu wa taala kur I thirr njerëzit në iman ju thot edhe në vetvetet e tyre keni argumente. Njëri veç munol me vetveten e vet. Mja boni studim vetvetes vet. Vetes vet, mja boni studim të detajshëm. Ka me dalë në fund me një rezultat edhe ajo është se nuk kam rrugë tjetër vetë se me konë robi Allahut. Sa Allah më pas ka dhonë shumë. Para më ndodhë vëllezër sa të mirat ka dhonë Allah. Veç vetën tonë. Apo shpesh herë dietar të Islam kanë thonë për me kuptu se sa të ka dhonë Allahu, veç ka përcen një ditë spital. A onë që kash? Veç shkon një ditë spital. Hinte dera, mos ne? Jo, veç ka përcen. Mos qirmërinë e çfarë mund t'je, mos I vetë detajet. Jo. Veç ka përcen. Veç ka përcen ta kur dalësh për jashta, ki me kuptu se sa të ka darit Allahu. Ki me kuptu se sa të ka dhonë Allahu. Ki me kuptu se mja frikë Allahun me desë pas ka dhonë shumë. Vëllez doshre kam cekune, po për cekë trap ishin do faktor në gjak, që besoj se cili për juve, me ju vetë, vëllez doshre, ba maki nuk e dina që ekziston faktor në gjak, se nuk e dina këtë mirësit Allahut, këtë dhuntit Allahut. Janë do faktor në gjak, njeri u kështë 12 faktor në gjak. Këtë jo që në ka bon vaki, po rastësisht e kena pas një shok I cili ju I ka mungu një faktorit 12. Faktorit 12. 11 I kish, njaj mungojt. Ne të I kina 12, nuk e dina I kina shka janë, shta I shka dhe jetojna, vdesna, se dina për këtë mirë që nga ka thonë Allah. Po, se ne I kemi komplet. Jetojna, nuk e dina, hiq, në zalë, halo, shukër Allah, si këna bu për qëtë faktor. E faktorit 12 I mungojke. Faktorit 12 I jep elasticitet damarve, venave të gjakut. Me një fjallë, I ban damarët e gjakut edhe venat e gjakut, arteriet e gjakut I ban elastike. E kur tham I ban elastike, nuk qarë. Ta është si elastik. Ma dhonë bot fleksibile. Elastike, nuk qarë. E kur mungon ki faktorit 12, ngurcohen damarët e gjakut. Edhe me një të shumet vogël, qarë damarët e gjakut. E kur qarë damarët e gjakut, qëfar ban? Gjaktirë dhe mrenshme bon, ta po. E gjaktirë dhe mrenshme qëfar e ban me qëllu ofër kocit? Ta kalp kocit. Ta kalp kocit. Me ko, me vite, shkon duke kalp kocit. E ki vlahu, kur ka qenë fëmi, I ka mungu ki faktorit 12. Se ka dit. Se ka dit, vloj dosh. Ka dal me fëmi të ka lujt, sikur gjdo fëmi joni del lunë. Azrun shpesh nguj. Shpesh azrun nguj. E gjithë zru me atina nguj, kur ka ra nguj, I ka formu plasaritje, qamje damarve, dhe ka pas gjakderit e të mrenshme, dhe nuk e ka kuptu kjo, se I fort, djaliri, me ko fillojnë gujt me ju kalë. Fillojnë me ko gujt me ju kalë. E pas dhimbjeve të ndoja, kur shkon I ban analizat, e kupton si mungon që ki faktore. Një prej faktoreve I mungon. Dhe zdoshër, ta në thonë një faktor për me morë është binimi euro. Ta në një faktor, a ju deshke më duket njoft apo 2 apo 3 terapia me morë njoft që me arrit këtë stabilitetin e damarve që mos më plasë. E para mënusat pas ka dhonë Allah. Një, po me ti morë 12, po me ti morë 15. Ta në veç vetë vetës, s'po foli për rrethin. Jo, veç vetë vetën tonë. Veç vetën tonë, kur ta kuptesh se sa të ka dhonë Allah, më automatizëm qëtin me deshtë Allah. Të I ki pa bore. Fri I kje. As nuk e di që I ki vlasë doshë. Shumica prej neve që të në gjami, duke njës për vetë vetës, mës me pas ndodhë qaj rasti me qatë djallin, unë kurse I kësha ditë se për një metë që ka që rancishën të koka që ki faktorin në gjakë. Se kësha ditë që kësha jetu, I kësha po 60 vetë, 80 vetë, kësha dek, edhe si kësha thonë Allah të falenderit që ma ki dhonë mu e pa pare. E sa të mire në ka dhonë Allah, s.a. Për këtë Allah, kur të neve me nashtim një monë edhe në besim, sa të ojnë të udhënje me të Allah I latë të pësua. O, ju njerës, mos kujtëneve që Allah pësi ju lipë 5 kohë namaz, ju ka lipë shumë. Mos kujtëneve që Allah, kur thot agjerani mujnë e Ramazanit, ju ka lipë shumë. Mos shkoje menja që Allah zë gjelë të lipë në dhonë zë qatë, ka lipë shumë. Mos mendo që ti ka lipë 5 namazë në ditë, ka lipë Allah shumë. Va in të udhënje me të Allah I latë të pësua. Me numrut mirët Allahut, si dhe një fund. Ska lapsa, ska kompjutera, ska numra, ska shifra. Eq, që mund është mi dalë në fund një meteve të Allah, dhëntive të Allah, mire që ti ka dhënë Allah subhanahu wa taala.
A nuk ja vlen gjithë këtë mira na pas ka thonë Allahu. Që sa kanë thonë djetarët, ketë drunë të dunjos, male, sa ka këtë dunjo, mi bo lapsa. Edhe këtë detënët, oqanët, mi bo tush. Sosën drunë, sosën oqanët, prapë së një dalë në fundit mirave që na ka thonë Allah. Së një nëmrënë. E gjithë të mirat i ka thonë Allahu edhe prapë krye neq, prapë arrogant ndaj Allahut, prapë krye lartë ndaj Allahut, prapë me të dukë vetja se ti i dikushit e me kone. Me gjithë këtë, a hala